Me një energji shumë të mirë dhe shumë pozitive në ka ardhur dhe mysafirja e dytë Andina Vlahiu Kelmendi, me cilën do të flasim për Santea Nostalgia, një festival i cili po organizohet për herë të parë në Prishtinë në kuadër të ditës së çlirimit të kryeqytetit të Kosovës, e që në fokus ka rikthimin e vëmendjes tek disa lagje që dikur kanë qenë shumë po them ashtu, por që sot kanë mbetë kështu të pak në hije. E për më shumë detaje dhe për krejt këto kemi me fol bashkë me drejtoreshën e kompanisë Splash dhe organizatorën e festivalit në Santea Nostalgia, Andina Vlahiu Kelmendi, që e kam këtu në studio. Mirëmëngjes Andina. Mirëmëngjes. Herët po besoj se të kom zgju se zakonisht më duket zgjohesh herët, kështu sa e kam Unë herët edhe ashtu me fëmijë, kështu që për mua ka qenë kjo si diçka shumë e natyrshme, nuk ka ndaj. Ma letë se ndoshta këto intervistat e mas ditës. Po, ma letë. Që me nis ditën kështu me intervista, me pozitivitet. Po çush është para se me hik kështu tek biseda dhe të flasim për festivalin, çush i ki kështu të mëngjesit zakonisht, po besoj që tash me dy fëmijë është një pak më kaotike, a? Mëngjeset janë shumë kaotike. Zgjohemi në mëngjes, me përgatit fëmijët, njëri është në shkollë, e përfundon klasën e parë, tjetri është në kopsht, 1 vjeç e gjys. Janë kaotike, janë të bukura, janë stresuese, janë po në përgjithësi të përmbushuna për shkak që i kam 2 fëmijë super të mrekullueshëm, edhe dita fillon me një, po them me një lehtësim, po edhe me një mini stres derisa të bëhemi gati, derisa të nisemi, derisa të dalim prej shtëpisë për me i nda mandej detyrat se cilit çka ka me bo. Kështu që sot ke pak ma ndryshe, se sot u nisa vetë, po edhe me ziprita me ardhë dhe me diskutu edhe për Santeën. Kur jemi tek Santea Nostalgia, ka erdhë ideja për me bo këtë festival Andina edhe pse pikërisht Santea? Ideja ka ardhë gjithmonë të e pas parasysh që po kemi nevoj me kontribu diçka për komunitetin, edhe kemi dash me bo diçka për komunitetin nga komuniteti. Santea ka qenë arsyeja për shkak që ka qenë një kohë të gjatë, e cila një lagje që ka qenë shumë frekuentume qysh prej gjeneratave të mahershme, edhe paka shumë s'po them që ka mbetë ndoshta në hares, se ende është e frekuentume, po nuk e ka ndoshta atë energjinë që e ka pas dikur. Edhe gjitha kjo ka qenë edhe me diskutime me kolegët e tjerë të punës, edhe me diskutime me ndoshta edhe me banorët, paka shumë që i njohim shokët e shoqet e asaj lagje, të cilët kanë shpreh interesim me pas diçka të tillë, me i ofru diçka të tillë Santeës. Mandej në diskutime sipër kemi thonë, okej, nëse po çka kishim mujt me bona diçka për komunitetin, i cili kishte qenë një shenjë që mbetet ndoshta afatgjatë në kujtimet e tyre. Edhe kemi dashur paka shumë të i qyshe ceka dhe ma herët, përderisa unë i kam 2 fëmijë, i madhi gjithmonë pyet për gjeneratat tona, qysh kemi kalu, çka kemi bo, edhe mandej edhe ai po është një ndims i vogël kështu të pjesa aktiviteteve të fëmijëve që i kemi, edhe mja përshkru paka shumë edhe gjeneratave të reja atë pjesën e nostalgjisë që e kemi secili prej neve, edhe prandaj kemi vendosur edhe emrin me Leon Santea Nostalgia. Po, se edhe gjatë paralajmërimit të intervistës, këto diskutuam bashkë edhe me Fortesën dhe tregum që ka edhe shumë këngë që ju kanë kushtu, mas ne i përmendëm edhe disa prej kafeneve të asaj kohe, mandej edhe regjia nisi me folë shtot për kafe dhe për këto, kështu që një gjë shumë e bukur po vjen këto për Prishtinën. Ka qenë në fillim tjetë një festival një ditor, apo prej fillimit keni mendu me bo 3 ditë, sepse e kam përmenë dhe e kam cekë edhe në fillim që ky festival do të filloj me datë 11 qershor dhe do të përfundoj me datë 14 qershor, që do të ketë shumë aktivitete. Po, ideja faktikisht në letër gjithmonë ka qenë 4 ditë, po kështu kur e kemi diskutuar në fillim, kemi thonë, okej, pe e bojmë një ditor, po mandej tu i shkrujt aktivitetet edhe tu e pas parasysh këtë pjesën që po i prekim grupmoshat e ndryshme, e kemi pa që një ditë mundet me qenë pak kaotike, edhe prandaj kemi vendos që me e mbajt festivalin në 4 ditë. I bjen të themi 4 ditë, sepse realisht
e enjtja data 11 qershor, kur edhe fillon festivali, është më shumë vendosja e muralistëve dhe fillimi i punës së tyre, edhe vendosja e skenës, e gjitha materialeve të tjera edhe pajisjeve të tjera që kanë me qenë pjesë e festivalit. Pastaj të premten me datën 12 qershor veç fillon festivali përmes performancave me artist lokal. Edhe kemi të shtunën, e cila është ditë e ngarkuar se ka me qenë prej mëngjesit deri në mbrëmje, edhe e diela që fillon prapë në mëngjes, po përfundon në një masdite të vëndshme, po e them kështu, për shkak që edhe po kemi dëshirë që të dielën pak edhe me ilon me pushu të familjarët e të tjerë të cilët veç fillojnë mande javën. Po besoj që nuk kanë me pushu, pavarësisht që është edhe festivali, kemi edhe një datë shumë të rëndësishme, por që nështë pas obligimit të tëre më ardhë dhe me shiu pak festivalin, e përmendet pak a shumë që do të ketë murale, përmendet pak a shumë që do të ketë edhe aktivitete për fëmijët, nështë dhe performanca nga artist lokal, po qka tjetër do të kemi pjesë të këti festivalit, sepse me sa e kom pa dhe biseda, kemi të folë që do të ketë edhe paneli diskutime. Po, do të thotë përveç muraleve, edhe muralet janë një pjesë, mendoj, goxha e rëndësishme, tu e pas parasysh që janë 26 mure në lagjën Santea, në koridorin e Santeas, ato gjitha kanë me u pikturu, po them, përmes artistëve lokal, rajonal dhe ndërkombëtar. Ka me pas motive të ndryshme, të cilat kanë me qëndru aty për një kohë gjatë dhe besoj që kanë me shpërnda edhe këtë energjin pozitive edhe të banorët e lokalet edhe të tjere që e vizitojnë Santean. Përveç asaj, ka me pas edhe panel diskutimi si që e ceke. Paneli diskutimit ka me qenë me gastronomët e vjetër që kanë qenë në lagjën Santea. Ata kanë me nda përvojat, eksperiencën e tëne edhe bashkë me vizitorët, po edhe me gastronomët që sot janë pjesë e Santeas. Madje ka me pas një muri i komunitetit që po e quajmë na, kanë me qenë 2 mure të ndryshme, të cilat në njërën anë kanë me vendos mesazhe nga vizitorët apo edhe nga banorët që ata dojnë me ilon Santeas, edhe ndoshta kur mbas 5 viteve ose 10 viteve me pa cilat kanë qenë ato mesazhe, edhe është përmbush pak a shumë që ajo mas festivalit, edhe muri tjetër ka me qenë me ndë një fjallë nostalgjike që atyne ju kujton Santean ma herët. Ka me pas ekspozita diku rreth 50 fotografi të ndryshme, të cilat kanë me e shpalos përmes fotografive ndjenjen që qysh ka qenë Prishtina ma herët edhe qysh ka qenë Santea ma herët. Ato kanë me qenë natyrisht bukur të prezentume përmes ndriqimeve, përmes kornizave të bukra. Pastaj ka me pas edhe kinema të jashtme, cinema outdoor. Aty kanë mu shfaq sekuenca të shkurtra përmes arkivit që i kemi të Santeas edhe të Prishtinës të vjetër. Kjo besoj edhe ka me kontribu ma shumë edhe të gjeneratat e reja, të cilët nuk e kanë përjetu as Prishtinën e vjetër, që shka qenë ma herët, po as lagjën Santea, edhe kanë me mujtë me pa dalimin ndoshta qysh është sot me qysh ka qenë ma herët. Ka me pas performanca të artistëve lokal, të cilët edhe i falenderoj shumë për gatishmërinë me qenë pjesë e festivalit. Ka me pas se i kemi nda në 3 zona, zonën që po i thamune zona lartë, zona e mesit dhe zona poshtë, është zona e kulturës, ku kanë mumbajt këto lojrat urbane, ku kanë mumbajt poezit urbane. Përmes poezive urbane po mendojmë me përqu edhe një mesazh sa është i rëndësishëm leximi, sa janë të rëndësishme mbledhit të themi që me diskutu pak për poezi të ndryshme. Po i shojmë edhe këtu mbrapa në led dhe aktivitetet që kanë me umbajt gjatë krejt këtyre ditëve që do t'jetë festivali. Po. Kjo do të thotë ishte Santea Talks me gastronomët, Community Wall janë ato 2 muret që i diskutova, lagja e pastër, ne edhe në propozim, edhe në kur e kemi ndërtu komplet konceptin e festivalit, e kemi lënë që çdo natë që mbyllet festivali me vazhdu me pastrim, për shkak që mos me leju me qeni ndotun për ditën e nesërme, po edhe mos me qeni ndotun për shkak të banorëve dhe lokaleve që janë aty, po përveç asaj kemi edhe një aktivitet me ndërmarrjen publike lokale Gjelbër, bashkë me fëmijë, të cilët kanë me pastru të shtunën i bjen kjo me datën 13,
kanë me pastru, kanë me mbjell drën, lule, bim të ndryshme, edhe besoj që kjo ka me qenë një ndjenje bukur edhe për fëmijët tonë, të cilët kanë me ndje pak a shumë sa e rëndësishme është edhe kujdesin ndaj mjedisit. Mandej down memory lane janë këto ekspozita e fotografive të cilat veç i përmenda. Muzika dhe street art, po dihet, muzika është përmes performuzve lokal, street art është përmes muraleve që kanë me u pikturu muret brenda Santejas. Urban Games janë këto lojrat urbane të cilat kanë me i prek grupmoshat të ndryshme, besoj më shumë të rinjt edhe të vegjlit, po kanë me qenë interesante dhe besoj atraktive për ta. Zona e fëmijëve, zona e ushqimit janë, si që ceka, zona e kulturës, zona e ushqimit është Santeja Nostalgia Zone, do të ketë ushqim, do të ketë pije, përveç që ofrojnë lokalet tashma aty që janë, do të ofrojmë edhe ne ushqimet të ndryshme për ta, pije të ndryshme për ta, edhe zona, edhe cinema night edhe poezi urbane. Do të thotë, e kemi shtu edhe një aktivitet për gjatë kohës, diskutime me banorët e lagjes, edhe ja kemi lënë emrin Santeja Community Discussions, që me diskutu me komunitetin edhe me pa cilat janë ndoshta edhe nevojat e tyre, edhe nëse festivali vendos me vazhdu edhe edicioneve të tjera, po në lagjen Santeja, çka ka nevoja ta, ku kishim mujt me u përmirësu na, edhe qa kishim mujt na me ndihmu sa i përket përmirësimit ose jetës më të mirë të në. Po, të e pas parasysh që ka një mëri aktivitetesh gjatë këtyre 3 ditëve, madje edhe aktivitetet të shtuara në ndërkohë gjatë përgatitjes së festivalit, besoj keni filluar edhe kontaktin ndoshta edhe me banorët, po edhe me pjesëmarrësit që të jenë pjesë e këtij festivali. Çush ka feedbacku i parë prej njerëzve kur i tregut për festivalin? Po, na kemi bisedu edhe me disa prej banorëve, kemi bisedu edhe me disa prej lokaleve, natyrisht që na lejen për shfrytëzimin e hapësirës publike vetë se kemi marrë prej komunës Prishtinës, po ka qenë e domosdoshme për hir edhe të respektit të lokaleve dhe të banorëve që veç janë aty. Kanë qenë shumë, feedbacku ka qenë shumë pozitiv, veçanërisht të lokalet, sepse përmes formave të ndryshme kanë pranu me na ndihmu në ato kapacitetet e tyre që i kanë. Për shembull, një prej tyre edhe ka rekomandu që mundet me i ullë çmimet të cilat i ka tashmë në lokalin e tij, po që mundën me qenë pak ma të përshtatshme përderisa është festival për komunitetin. Banorët e kanë pritë shumë mirë, pse mos me bo diçka të tillë, edhe pse mos me përçu një mesazh pozitiv, edhe mos me pas se përveç kësaj, ka edhe mendoj që përmes poezive urbane, përmes diskutimeve të panelit, përmes lojrave të fëmijëve, ka edhe gjëra që ti mëson për gjatë festivalit, edhe prandaj edhe i kemi lënë si festival urban, përderisa përçan përveç mesazhit pozitiv, si që ceka edhe mësime, edhe ndoshta që janë të frytshme edhe për mëtutje. Edhe po shpresojmë që festivali me vazhdu edhe edicioneve të tjera, edhe pse ne po mendojmë me mbajtë natyrisht edhe edicionet e tjera, po jo domosdoshmërisht në lagjen Santeja çdo herë, po me i aktivizu edhe me i rinjallë lagjet e tjera të Prishtinës. Cila do të ishte ndoshta lagja tjetër që keni menuar se e keni targetu mas Santes për me... E kemi mendu edhe lagjen e artistëve në Ulpian. Kemi mendu ka lagje shumë, kemi mendu Dragodanin, kemi mendu edhe pjesën e Tasligjës, po ende nuk e kemi vendos cilat do të jetë lagja tjetër. Na gjithmonë me idenë që ndoshta këto banorët edhe lokalet mundën me vazhdu, edhe pavarësisht që na kalojmë në një lagje tjetër, me vazhdu traditën në lagjen e tyre, për shkak që kjo besoj edhe ju ndihmon edhe ma shumë me kthy edhe ekonominë e vendit edhe me aktivizu këto lagje. Po feedbacku prej publikut se kum pa që keni filluar me publikimin e disa inserteve të shkurta dhe banerat e ndryshëm, çush ka qenë feedbacku, nda ka qenë kështu si na shprepatin sot, ka qenë kjo kafja, ka qenë kjo kanga tek Santeja, kështu. Po, ka pas, kemi shumë feedback pozitiv dhe po e vrej që sa herë që po postojmë diçka, po ka njerëz të ndryshëm që po na shkruajnë edhe po jepin mesazhe të ndryshme, për shembull, na e kemi edhe një flea market, se s'ka qenë aty
në poster. Flea Market është ma shumë me ju ndihmu bizneseve të vogla lokale, të cilat dojnë me i promovu produktet e tyre, të i përfshi edhe veshjet second hand apo të përdorura, bijuteri, aksesore, tjere. Pra me një farë forme do të kemi dhe një pop-up të Flea Market. Ashtu, po. Do të kenë mundësin këto bizneset e vogla me shit produktet e tyre, po edhe me i reklamu. Edhe një feedback që kemi pas prej njerës prej tyre ka qenë ka ko që e kom prit diçka me ndodhë në Santea, se unë jam e lagjës Santea dhe e kom një nostalgji dhe një ndjenë shumë të bukur sa herë që flasim për Santeën. Mesazhet të tilla po marrim shpesh, rekomandime, sugjerime se çka mundemi me bo tjetër, edhe ndoshta mundën me ushtu edhe aktivitetet e tjera për gjatë këtyre ditëve sa jemi edhe në fazën e finalizimit, për shkak të rekomandimeve dhe sugjerimeve që po i marrim gjatë kohës. Por që po besojmë që krejt ato aktivitetet që nështa nuk mundën me u përfshi në këtë edicion të përfshi në edicionin tjetër dhe në edicionet e radhës të festivalit që po besojmë të tjetë. Natyrisht, sepse gjithmonë edicioni i parë është pak ma i vështirë, si në organizim, si në gjithë shka tjetër, edhe po besoj që edicioneve tjera do të bim edhe aktivitete shumë ma të larmeshme edhe të tjera të cilat kanë me qenë edhe ma të, po them kështu, ma interesante edhe ma inovative për publikun. Po uroj edhe po shpresoj që festivali ka me qenë tradicional dhe do të mbahet çdo vit, edhe që këtë njerëzit ndoshta qoftë në lagjën Santea, qoftë edhe në për krejt lagjit që i përmende, me rikthy atë kohën, atë nostalgjin që e kam pas. Shpresoj ky dhe ka qenë qëllimi i gjithë kësaj, edhe pse mos me bo diçka pozitive për komunitetin, nëse mundemi edhe mendoj që paka shumë i kemi bërgjë dhe Prishtinës me ja këthy ose me ja rinjall atë që dikur e ka pas, atë ndriqimin. Që po shpresojmë ta rikthejmë me këto festivale dhe me shumë organizime të ndryshme që po bëhen kohëve të fundit. Andina, unë të falenderoj shumë që erdhe edhe diskutuam paka shumë për festivalin dhe ndave shumë detaje rreth festivalit, po uroj që kam pas shumë të interesuar për festivalin edhe që do t'jetë tradicional, si që thash edhe pak më herët. Faleminderit shumë edhe juve për ftesën, faleminderit për gatishmërinë edhe me ndihmun në gjithë shka që jemi të e bo sot, edhe shpresoj me ju pa në festival, edhe pse ju me vazhdu festivalin edhe edicioneve të tjera. Kjo është veç fillimi, s'do të ndalemi këto. Pa tjetër, me shumë kënaqësi. Faleminderit shumë. Miq të dashur, për krejt juve që keni nostalgji dhe keni memorje të mira tek lagja Santea, mund të drejtoheni aty me datë 11 deri me 14 qershor, ku siç e tha edhe Andina, ju presin aktivitete shumë të ndryshme, keni muzikë, keni ushqim, keni edhe poezi, ka edhe panele diskutimi të ndryshme që do të jenë pjesë e këtij festivali, ku përmes këtyre diskutimeve do t'ju rikthejnë në kohë, edhe që po besoj që bashkë me shoqërinë e juaj që keni kaluar një kohë të mirë aty, me shku edhe me i kujtu ato ku, po që edhe me qenë pjesë e këtij festivali.